Mirë se vini në top 5 ranking të Prime 27. Plot rrumulla 27 Prime. Pa humbur kohë, të ndjekim si në i rendit kësaj rralle Joni 500 e vetë finaliste apo pretendente përfituese. Urdhë Joni. Do na me myll këtë bik, kështu që ti bim shpejt e shpejt. Sa më shpejt me marru. Vend parë gjesti. Se për të njëjtat arsye dhe s'kena që me thana, i vazhdojnë me pas një ata klikime, gjana, po i interesat produksionit, bami i kegli, është majtë dopë, që që i sikur i vinë ato instrumentat që i duhet për me vazhdu me kenë pole position. Vend dytë Gerta fuqishëm, shumë fuqishëm. Fuqishëm sepse ka pa një të gabim që ka pa, por është një lojtar. Nga fillimi dhe në fund konstant ka një linjë, nuk rrin herë me një, ka pas njëjtën luftë me personazhet si Laerti. Këtu me të nërprej vetëm 5 sekonda. Patjetër. Ti favoritin ta dhe vend dytin për më mbrojt, a kupton? Vazhdo. Unë, po, s'ka problem. Veç mas ma banë sikur ajo që thati është e kryme, ajo që thati. E vend dytin. Kryme? Është krejt e kryme, pra dhe një not. Jo, s'vjen, sa po ta halli poshtë, se unë Gertën e kam vullën vend parë. Sa ka ba këtë gabim, Gerta ka shbëj poshtë. Ane Gerta është vend dytë, sepse ka pa i këtë gabim, që në nominimin e Godis Pandorës, e ka treku vetën që është një lojtare edhe e top, edhe e bleme, edhe marveshe, pra, jo e bleme, se nuk ble lojtarë nështë. Pra ka kënë një linjë, me kundërshtar që ka pas, dhe kur nuk është ba ma në i bashkë, si po thuj se 70-80% e banorëve i nollë që i tesh janë shajnë, i tesh banë bashkë. E të vetëmen që ka pas në kërë politorin e kuqë, i ka pas bashkë, i ka në... Morë me vesh pra në vend dytë Gerta, morë me vesh. Ajo ka i mund që s'ekzistonisë aty, ti jetë i foli 100 gjana. Ka në me i zerë kërë kulturën e kuqë, të ki dali pa bezë dhe tani të t'i kujtasin me rrallë edhe ato. Në vend të tretë. Okej. Në vendin e tretë është Rozana, si që kam thënë, vazhdo në lufton, por s'ka argumenta, rrinë përdor gjana nga jashtë, rrinë e futën në përqifte, vetë ajo si person, nuk ka se ka në një ngjarje ose lojë me kriju vetë ajo me fillu me maru. I bënë e rrënë në kuj. Në vend 4 është Laerti. Laerti, pa diskutim, është finalisti i parë bilis, por lojën që i banoj e ka shumë qetë, shumë të vasht, ecë me gazë, si që këna thonë, ju vu një provë që e ka loj, dhe sot duhet me u vlerësu ma në ide në finale, po unë mendoj që vizet që i bani të regon që është një lojtar që ka menë vetëm me lutë për veti, nuk interesën si gjën tjetër. Në vend 5, surpriza jeme është, unë Danin, ka që i kam lasu, ka që i kam lanë, me mike, tu më marrë telefonata gjana, nuk do t'a la ma të pesën, sepse ka fillu, jo me kenë maja buda, për ka fillu me zjerë pak kryt, edhe unë bëllë e kam lanë në finale, unë du me nru kry me Loredanin. Do t'a ve Loredanin, sepse po t'i shojmë dy vajzët, alaja nuk ka se është në negative, dhe i ka nejtë, ka duru, e vlerësoj për durimin që i pati për Jozin, që i duroj dhe në fund triumfoj, pavarësisht se unë s'kam nejtë besim të ashtë një një aksoj se kjo e të në veç për fizik e Jozi sa për loj, por partin i ka ecë Konstantin thash, Valbona, në ashtu i eci, po ishte si personazh negativ, kjo Loredana banë edhe pak më marë, është karizmatike në shpi, parë në më vullën loj, edhe kjo më pëlqen që du me futë, si s'kam ke futë tjetër, kuptohet, për shpirt kisha e pas që me kënë 4 finalista. Ka që ishte pra, surpriza ishte Loredana. Edhe herë pra Gjesti, Gerta, Rozana, Laerti, Loredana. Si të duk? Qek, konfirmohet. Qek. Teshti, shohim surprizën teme. Surpriza. Ty, marën faqe po thamë. Ty tana pesi t'i keme surpriza, sepse qa fut dalin, pra ti nuk ke lidhe ish me pesi. Do t'i mlallim në fund, për finale do të mlallim ton primet, cilët emra kam laku unë dhe cilët emra ke laku ti dhe shohim kush kanë zgjedhur rezume. Sikush edhe top 5 kush i ka ra më shumë në kry me atë rezume e kush ka gjetë fituesin. Po ty jetër, do bëhet një skanim. Vazhdo. Tashti. Un top 5-in e nisi përsëri me Rozana Radin, sepse është shmontuesja më simpatike aty, domethënë, përveç se është diva. Që të vjen inat, po një ashtu është më botështi. Edhe me që montu lojtarët i që montan lezetshëm gradualisht, pa ofendu, pa shku në ashi ujrash kanalesh. 2. Në vendin e dytë ndodhet Gjesti për një mirë arsye. Gjysma arsye është ai vetë është atraktiv edhe protagonist i mirë.
Gjysma tjetër është e përzime me arsye të ndryshme si mënyra se si ka hyrë Big Brother, që ka nga një Big Brother tjetër, romanca, historia familjare apo thashë thënajet apo rrjetet që vlojnë për te, rrjetet sociale që vlojnë për te, tjera, sikurse edhe është e vetmja përfaqësi e pjesës shqiptare të Kosovës, si më thënë. Nuk ka asnjë përfaqësi tjetër që ka më shku në finale apo pretendent përfitues, kështu që në vend dytë është. A nuk i kishte ito aftësi, falë që po them ito se ito pika që the, nuk i kishte kur the para 3-4 prajme që është vend 5 apo kur doli prej murit jo. Kur ja bani keq Eglit jo. Kur ja bani keq ai. Edhe nuk e dën edhe ja lute. A kupton? Mi thon po unë s'kam çdo me pas lidhje me ty edhe prap ja lute. Okej. Për mendimin tim, prap vazhdon ta ketë, po deri diku e kanë qeruar atë mohabet. Mandej sa është Egli e rëshkitun, nuk është problemi i Gjestit më. Ja e ka kuptuar se çfarë është ky Gjesti edhe prap e vërtet. Te s'ka më me fal si më thanë Eglin. Nuk ka faj më Gjesti. Herën e parë, domethënë, ka faj Gjesti. Herën e dytë s'ka më faj Gjestit tash. A kupton? Në vendin e tretë, Joni, është ndodhet Lajerti, edhe unë e vendos Lajertin në vend tretë permanent tash, nuk e ndryshoj më. Domethënë, këtë top 3 unë vendos deri në finale, treshja jeme nuk ndryshon më. Rozana, Gjesti, Lajerti është treshja jeme që unë kam vendos janë finale, por që pretendojnë më shumëtit, por që edhe në renditje në finale do dalin. Rregull. Dakor? Po, vazhdo. Lajerti sepse Lajerti ka bën një lojë shumë të shërbimt, me thënë vërtetën. Ai kompromis që i bani me lojën që i bani me Valbonin, ose shtirjen që i bani me Valbonin. Sa ai lojën e bani në rregull, po u shtirë sikurse është e bëhet lojë. E ka bërë që të konfirmojnë vendin e tretë as më pak, as më shumë Big Brother. Do shkojnë finalet, marrin bonusin e finales, të nderohet me podium. Nuk do dali i pari në finale nga shtëpia, po do dali ndoshta i tretin nëse janë 5 veta. Do i gjet mënyrën si më thon Sami Alania të kredinë e shtëpisë atë diçka, do t'ja gjen atë sa. Po, i kjo është, domethënë top 3 që shkuaj në rregull, a kupton të respektuam si figurë, si një personazh, si mosh, si tana gjanat. Pra bani lojën që të thamë ne me bë, edhe bravo qof deri tu e meriton. Ma me pjesën tjetër se meriton. Po kur? Kështu që edhe Lajerti është linja e kualifikuar e jemi atë shti. Rozana, Gjesti, Lajerti janë treshja që s'ka me lviz më deri në finale. Ta shohim. E katërta është Gerta. Gerta sepse ka bëhet lojën që të pëlqen ty, që thëmë unë taktikisht është shumë e mirë, por që nuk duket se ka reflektu impakt madh publik për ta mbrojtur, si më thënë. Okej. Me aq lojë. Plus që përveç se herë mas here të rreshtet, i kalon një gjë, ban gabim. Ka edhe gjë tjetër që herë mas here bjen në një qetësi zhduket krejt, domethënë. Pra, edhe kjo, duke mos janë edhe personazh si këto që janë më komercial i fije, si Rozana, si Gjesti, si dikush tjetër, ajo harrohet me një herë, se ato mund të bëjnë pushime, mund të rrinë edhe javë pushim Gjesti, po Gjesti nuk harrohet se vlon rrjetet sociale vlojnë për te, kurse për Gertën jo. Ajo duhet të bëjnë ton ku on diçka. Dakor. Iku edhe kjo punë. Vani 5. Gerta në vendin e 4. Në vendin e 5, Joni, unë shoh Jozin. Se shoh unë Jozin? Se e kam argumentin shumë të shnosht. Jozi është i vetmi lojtar i rikthym që ka fitu pikë. Dhe me thënë, ose më mirë me thënë që ka kënë para se me dalë grop, dhe kur është i kthy, nuk është se ka ndryshuar si njeri, por ama me atë llojin e grops vet ka sqaruar që ka një shaka shumë të dopt, por në fundit e kam për shaka këtë gjë, e kupton? Pra nuk e kam me dashamirësi. Përveç se mes të tjerëve që janë rikthy, mendoj që njëri ka për të shkuar në finale. A kupton? Dhe ai njëri që ka për shkuar në finale, Jozi është ai që ka fitu pikë, pra. U taku me nanën e Loredans, kriju një marrëdhënie më shnosht me Demek. Sikur se konkurrencë ka Eglin, ama u fut një rikthym finale, kështu që Egli është i humb gjithnjë më shumë pikë, kështu që metet Jozi, të tjerë nuk i shohin pas. Nuk e kam asnjë diskutimin që Egli nuk hin finale, po ka debat kjo a Loredana Jozi, se unë jam për me Loredana dhe me Jozi, do ta bëjmë një debat në një nga pjesët ku ke. Loredana nuk është keq, por si simbolik një rikthym do shkojnë në finale, sepse edhe i kursen pak ato premiot, a kupton se ai rikthymi nuk merrisojnë në finale. E tjera. Një rikthym do rrezikojë edhe finale.
Jo se është keq Loredana, po edhe në takimin me nanën me surprizën e Loredans, Jozi është ai që fitoi më shumë pikë, jo Loredana. A kupton? Prandaj edhe Jozi në fus. Ai shoh që por jemi. Pesja jeme, solide janë Rozana, Gjesti, Laerti. Të pa qëndrueshme akoma janë Gerta, Jozi. Okej, check-in. Te shkord. Check-in edhe me vula postile, se s'ka me lviz. Me firmë? Me firmën. Të shikon momenti I zjarmit janë, mi fut 2 copa drunit të bukura në fund, me na thon Barceletën që ke përgatit për sot. Djekim Barceletën e Jonit. Po mundon sa më shkurt. Futet në dyqan një burr 2 metër I shnosht, I gjatë një dyqan puç, edhe I thot përshëndetje, thot shicës, du I pat puç. I thot po, çfarë 47, 48, sa 35 thot. A ke sëzit? Ja pare të thot më 35. Okej, thot ka një martu. Merk puç, ja paketon, I thot du me I vesh më. A kishte kamën e madhe. Po ai seriozisht, po më du me veshë thot, merr ky fut një ashtu, me luks, çot del prej dyqanit I paguan paret, del prej dyqanit. Habitet kjo shica, mas një muaj I shkon prap pyet. Përshëndetje thot, du I pat puç. 35 thot kjo pesa. 32 thot. Prap kjo. 32. Me veshë thot. Fillon ky. Del pa. Asja 3 muajve. U shkon e kërkon numrin 27. I thot kjo shica, të lutem shumë I thot, e di, thot, se do më pyqe, apo ta shpjegoj. Unë kam kënë, thot, një shumë I lumtur, kam pas biznes, kam pas I grut mirë, kam pas I familje shnosht, e merdi moment që I falimentova në biznes, po mirë më e thot edhe që s'ka gjë, pejt I thot, dao edhe gruja, fëmijët përfundu në për burgje, thot, dhe jeta jam e mori një rrugë, një drejtim shumë të keq, vetëm me dhimbje. Edhe I vetmi satisfaksion që kam për me heka dhimbja është kur shkoj në shtëpi edhe heko puç. Lirohet. Hajde, mënyrë, hajde. Tu shlu vetin ai, tu vesh puç, dhe dhimbja puç, sa heka, dhe që lirohet. Tu më shlu vetin. Pasa ka janë shumë I sinqert. Vetë mohus. Pa pra. Te shpi shife na marrin pra 28, shash për myllin mon. Shash për na myllin. A thu po I bëjnë 33 prime I bëjnë. Të po na myllin me 29, po na flasin. Isha, me qa po shofim, shumë shpejt ka më myll. S'ka asnjë. Subscribe në kanalin ton Jan e Mario, sugjeroj një allëtashmëve shoqënisë çka keni dëshirë kush ka interes me na. Shpresoj ta gjajni vendin të top 5 jen, edhe I Mario sigurisht. Kush gjen? Ta bani në koment. Komente për top 5. Respekte. Pafshim. Zjerë.